Bashkësia Islame e Kosovës ka dalë me një njoftim në cilin bën të ditur se muaji i Ramazanit përfundon zyrtarisht të martën me datën 9 prill të këtij viti. Në njoftim thuhet se dita e parë e festës së Fitr Bajramit është ditën e mërkurë me datën 10 prill. Manifestimi qendror për festën e Fitr Bajramit në Republikën e Kosovës bëhet në Qaminë e Madhe në Prishtinë. Manifestimi fillon në orën 5:21 minuta me faljen e namazit të sabaut, ndërsa namazi Fitr Bajramit falet në ora 6:41 minuta. Hutbja e Fitr Bajramit do të mbahet nga Muftiu i Kosovës, Naim Tërnava, i cili do të drejtohet opinionit të gjerë me mesazhin e kësaj feste. Derisa Klan Kosova si rëndom do të ketë edhe një transmetim direkt nga xhamia Haxhi Ibrahim Devolli në Pej, duke filluar një transmetim nga ora 4:40 minuta.